Pasi pronari i dy kopshteve mohoi ditën e ringjalljes para besimtarit, thot Allahu Madhëruar në vazhdim të historisë së tyre, thot: "Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab." Që do të thot, atëherë shoku i tij besimtar i tha pronarit të dy kopshteve apo ndryshe mohuesit në debat e sipër: "A mohove ti atë të cilin të ka krijuar nga dheu apo balta?" Dhe shohim në fillim të këtij ajeti përdorimin e fjalës shok për besimtarin në lidhje me mohuesin. Dhe kjo fjalë këtu nuk do të thotë se mes tyre ka miqësi, sepse nuk është zakon i besimtarëve të miqësohen me njerëz jo besimtar. Dhe kjo fjalë, sipas përdorimit të Kuranit, përdoret edhe për domethënie të tjera, për ata njerëz që kanë lidhje të tjera si banimi në të njëjtin vend, dhe prandaj në Kur'an thuhet ashabu Medjen ose ndryshe shokët e Medjenit apo populli dhe banorët e Medjenit. Dhe gjithashtu thuhet edhe për ata të cilët kanë të njëjtën prejardhje, dhe siç mendohet këtë ndodhur edhe këtu, dhe se ky mushrik apo mohues dhe besimtari janë vëllezër, pra, dhe mund bashkohen një besimtar dhe një jo besimtar në prejardhje, madje dhe brenda një familje, siç ka ndodhur edhe në kohën e sahabeve, por jo të kenë miqësi mes tyre, sepse thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam: "La tusahib illa mu'minen." Mos merr për shok mik të ngushtë, pra të kesh lidhje të tilla të ngushta, veç atë i cili është besimtar, sepse nëse do ndodh kjo, atëherë mund të dëmtohesh dhe të marrësh prej cilësive të tjetrit dhe të humbësh rrugën e drejtë.